Kemi njërisi përfshirjen e Shtetet Bashkuara në lindjen e mesme. Ish sekretari mbrojtjes Gates thoshte, nëse një Amerikan do vendosi çizmën e vet në rërat e lindjes mesme, me siguri ai president dhe sekretar shtetit duhet kontrolluar nga trut e kokës. Në fakt, ende nuk kanë vendosur çizmën në tokë, por ajër janë bërë zot. Amerikan dhe Izraelit, impakti. Ka një përfshirja Shtetet Bashkuara, në fakt, lidhet me një fakt të thjeshtë. Natyrisht që e kanë mbështetur Izraelin vazhdimisht. Çështja ishte që në problematikat që ka patur Izraeli me Iranin, që vija kuqe për Izraelin ishte programi bërthamor iranian, Izraeli nuk kishte kapacitetet e duhura për të goditur infrastrukturën bërthamore që ishte thellë në tokë. Pra kjo dijej. Dhe kapacitetet, i vetmi shtet që i kishte këto kapacitete ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mbase do të diskutojmë edhe më mbrapa, po për Izraelin, programi bërthamor ka qenë gjithmonë një çështje ekzistence e shtetit të Izraelit. Aq më tepër që Irani e ka zhdukjen e tij në kushtetutë, zhdukjen e Izraelit. Po, me fjalë e ka në kushtetutë zhdukjen si shtet. Kështu që Izraeli ka qenë koshient gjithkohën për të monitoruar, për të mos lejuar krijimin e kapaciteteve të nevojshme Iranit që të realizojë pikërisht këtë strategji të Iranit. Ka patur, përsa i përket zhvillimeve të programit bërthamor, është disi e koklavitur. Irani është në nënshkrues i traktatit të mos përhapjes së armëve, e ka nënshkruar që në kohën e Shahut diku nga 68-ta. Dhe ligjërisht Iranit nuk i lejohet që të zhvillojë armë bërthamore. Këta nuk e kanë aborguar ajatollahët. Jo, nuk ka dalë nga. Ka qenë bashkë edhe me Korenë e Jugut, Korea e Jugut pati dalë para se zhvillonte prodhimin, sepse bashkë me marrëveshjen ka mekanizma monitorues. Dhe mekanizmi monitorues është pikërisht Agjencia e Energjisë Atomike, e OKB-s, që është në Vjenë dhe ka inspektorët e vet në Iran. Kështu që në këtë pikpamje, kur mbas kësaj, në diku nga 2015 kemi një përpjekje të fuqive të mëdha që ranë dakord, që të kishin një plan veprimi të përbashkët për programin bërthamor iranian. Në 2015 ka qenë PAL, Shtetet e Bashkuara, Kina, Rusia, Franca, Gjermania, Britania. Dhe Irani e kishte nënshkruar. Në 2018 kemi po administratën Trump që është larguar nga kjo marrëveshje. Arsyeja që u dha atëherë pse u largua ishte se Irani pavarësisht marrëveshjes kishte zhvilluar raketat balistike që nuk ishin përmendur në atë plan. Pra në plan përmendej vetëm fakti që Irani duhet runte nivelet e pasurimit të uraniumit në nivelet nën 4% për përdorim civil, për energji dhe në mjekësi. Por nuk ishte përmendur gjëra të tjera dhe në këmbim, pra nuk do zhvillonte infrastrukturë, nuk do shtonte centrifugat e gjitha këto, dhe në këmbim do i hiqeshin sanksionet, sepse Irani ishte në sanksionet forta. Kështu që në 2018 administrata e Trump, administrata e parë, e gjykoi që Irani nuk ishte bërë një marrëveshje të drejtë. Pra ndërkohë, paralel, zhvillonte raketat bërthamore, balistike, që në fakt raketat balistike mund të shtohet vetëm mbushja bërthamore dhe pastaj janë gati për të përdorur. Ose qoftë edhe armë kimike që janë të përdorimit. Medaljen e Shteteve të Bashkuara në 2018, nga ky plan, Shtetet e Evropës nuk u tërhoqën,
Gjermani, Francë, Britani vazhduan, Bashkimi Evropian. Atëhere i ngeli barra Izraelit që të monitoronte nëse Irani po ecte përpara me programi bërthamor ose jo, sepse ishte çështje ekzistence e shtetit Izraelit. Dhe pikrisht kemi ato goditjet her pas here, që kemi ose ato hakerimet, eliminimet e shkencëtarëve her pas here kur arrinte në nivele të caktuara, dhe kemi tani këtë vit diku nga mezi i majit, kemi raportimet e inspektorëve të OKB-s, atje që Irani ka arritur nivelin 60% të pasurimit. Natyrisht e kishte edhe shërbimi fshet Izraelit këtë dhënë, dhe brenda jave Irani mund të ndërtonte armën bërthamore. Pra, Izraeli nuk mund të priste më, por i mungonte kjo që tham. Elementi që nuk bomba e famë me GBU. Po, nuk mund të godiste në njërën nga ato impiantet e pasurimit, nuk mund të godishte sepse është shumë thellë në tokë. Dhe këtu u desh përfshirja e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë kam ndjekur me shumë vëmendje, në fakt shumë analiza, jo në Shqipëri, të bëra, sidomos nga vendet e rajonit, ka qenë shumë interesante, edhe në Shtetet e Bashkuara, edhe në vendet e Bashkimit Evropian, dhe të gjithë vinin në një emërus përbashkët. Thoshin që këtë do ta mbyllin vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe pikërisht ishte kjo goditje. Kjo goditje pati rezultat, presidenti Trump u tregua i entuziasta, rrafshuante, nxorëm jashtë përdorimit. Shefi shtabit, ai shefi Pentagonit, tha që do shohim pamjet satelitore, do mbledhim informacion. Disa të tjerë thonë që ishte një goditje, po nuk e ka goditur në mënyrë përfundimtare kapacitetin iranian për prodhimin e bombës. Do me thënë, ai sajti që është midis maleve, që ishte edhe më i rëndësishmi, ka shpëtuar pa u goditur, do më pa u shkatruar, nxjerrë jashtë funksionimit totalisht. Si është situata deri tash, paka shumë po bëhen 48 orë nga goditja. Po, ka raportim. Dhe a mund të vazhdoj, do më thënë ju si ushtarak, si historian ushtarak, edhe historian ushtarak. Ka raportime kontradiktore, në fakt, ashtu si që theksuat edhe ju. Shtetet e Bashkuara... Do më thënë gropat duken satelitore. Kanë deklaruar, kanë insistuar që ne ka qenë i suksesshëm goditja. Tani, po të marrim Iranin, Irani ka deklaruar që nuk janë pasojat të parikthishme. Ka deklaruar që ka lëvizur material për para goditjes, material dhe personelin. Por, po të analizojmë tani, është hera parë që përdor dhe lloj bombe. Po, dhe nuk di edhe efekti. Efekti saj paka shumë është rreth 13.6 tonë, është goxha, është, në fjalë mund të thuash, mund ta krahasosh me një bombë bërthamore po, në vërtetë. Të nivelit të ulët, me fjalë. Taktik. Edhe thellësin, ajo e ka diku të 60 metra në tokë, pra që mund të shpoj, dhe 18 metra në beton. Por mendoj që do goditej vazhdimisht me njëra mbas tjetrën. Po, besoj kjo... Do çante njëra 60 metra, do shkonte tjetra... Po, besoj kjo do tjetë, sepse pikrisht në këtë impiantin në Ferdov, kjo është, mendohet që është diku 80-90 metra, pra nën tokë. Pra është, po ta shikosh është nën rrezën e kësaj. Por besoj që janë përdorur disa goditjet një pas njëshme, duke përdorur të njëjtën kraterë që është hapur, dhe besoj që kanë arritur të, edhe nëse nuk është asgjësuar plotësisht, unë besoj që programi është vonuar me shumë muaj. Pra është e pamundur për momentin që Irani të mendoj për fazën tjetër të pasurimit. Si mendoni juve, a mund të ketë një...
rezistencë të Shteteve të Bashkuara për sa i përket domethënë një këmbgulje më saktë të Shtetet Bashkuara për ta vazhduar bombardimin nëse inteligjenca dhe ushtarët në teren japin një informacion që shikon nuk kemi harritur gjë, apo kjo varet edhe nga qëndrimi që do mbajë Irani. Besoj se do jetë pikërisht do jetë e varur nga sjellja e Iranit. Deri tani, Shtetet e Bashkuara, ndërhyra ka qenë korrekte në kuptimin nuk ka goditur infrastrukturë ushtarake, nuk ka goditur infrastrukturë civile, nuk ka pasur si objekt për të goditur njerëz, ka goditur thjesht programin e pasurimit të uraniumit. Pra deri tani është korrekt. Edhe po t'i marrim t'i analizojmë nëse... Edhe Izraeli është treguar korrekt, thuhet, është munduar, sidomos deri par dje. Deri tani është munduar që me municionet precizionit lartë të godas objektiva ushtarak. Pra jo si Irani që ka goditur dhe objektiva civil. Kështu që do varet thash nga sjellja e Iranit.